Gramosako mori sot zyrtarisht detyrën si kryetari i Bashkisë Tepelen në një ceremoni betimi të zhvilluar në Pallatin e Kulturës. Në fjalën e tij pas betimit, Gramosako theksoi se do të vijojë projektet në shërbim të komunitetit me në fokus qëndrueshmërinë dhe nevojat prioritare të zonës. Betimi i sot nuk është thjesht një akt formal, është zotimi im i sinqert se do të jem kryebashkiak i gjithëve, i çdo lagje, i çdo fshati, i çdo familje, i çdo qytetari pa dallim. Dera e zyrës time do jetë gjithmonë e hapur. Dora e bashkëpunimit e shtrirë për këtoj do sjell një ide, një shqetësim apo një vizion për Tepelenën tonë. Në këtë aktivitet morën pjesë këshilltarët bashkiak dhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila vlerësoi procesin dhe bashkëpunimin institucional. Është detyrë e të gjithëve ne që angazhimin e kryetarit të Bashkisë Tepelen Gramosako ta kthejmë një mbështetje edhe më të fuqishme se sa gjatë fushatës. Është detyrë e parë e imja si deputete edhe si ministre e qeverisë. Është po aq bashkë me mua detyrë e tërmetit që të dy bashkë do ndjekim hap pas hapi çdo shqetësim. Kryetar, të uroj suksese, shkënaqësi, privilegj i madh që do të vazhdojmë të gjithë së bashku me këtë ekip të mrekullueshëm. Unë kisha fatin, jo pak për shumë vite, të menaxhosh një qytet të mrekullueshëm, një qytet me histori, një qytet me traditë. Kam bindjen e plot që do të jetë personi i duhur në krye të qytetit të Tepelenës për t'i dhënë drejtimin e dur dhe për të drejtuar këtë qytet me profesionalizëm, dershmëri dhe padyshim me dashuri. Sako do të ushtrojë mandatin deri në zgjedhjet vendore të vitit 2027. Ai deklaroi se agroturizmi dhe investimet e tjera do të jenë drejtimet kryesore të punës së tij, duke synuar zhvillimin ekonomik, nxitjen e prodhimeve vendase dhe promovimin e potencialeve të Tepelenës.